Është zhvilluar në Ataçame në Vlorë një aktivitet i cili ka mbledhur së bashku qytetar vlonjat, mërgjimtar, turist dhe veçanërisht banor me origjinë nga krajina e Çamërisë. Aktiviteti i zhvilluar në sheshin Çamëria te kinemaja verore solli në qendër të vëmendjes kulturën, traditat dhe trashëgiminë e kësaj treve. Në Ataçame në Vlorë u konceptua si një mbrëmje festive dhe kulturore, ku tradita çame u përcoll përmes muzikës, këngëve, valleve, artizanatit dhe gastronomisë tradicionale. Përmes kësaj veprimtarie, organizatorët synuan të ruajnë dhe promovojnë vlerat e trashëgimisë çame, duke i afruar ato me publikun vlonjat dhe vizitorët që ndodhen në qytetin bregdetar gjatë këtij sezoni turistik. Një hapësirë të veçantë në aktivitet zuri ekspozimi punimeve artizanale. Artizanët prezantuan krijimet e tyre duke sjellë në vëmendje mjeshtrinë, motivet dhe elementet karakteristike të traditës çame. Punimet u kthyen në një mënyrë tjetër për të treguar historinë dhe identitetin kulturor të kësaj krahine përmes punës së brezave dhe ruajtjes së teknikave tradicionale. Po ashtu ambisa çame prezantuan gatimet tradicionale të krahinës, duke i dhënë mbrëmjes dhe një dimension të veçantë gastronomik. Shihet autentike çame, recetat e trashëguara ndër breza dhe mënyrat tradicionale përgatitjes së tyre krijuan një mundësi për të njohur nga afër një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor të Çamërisë. Nëpërmjet muzikës, kulturës, artizanatit dhe gatimeve tradicionale në Ataçame në Vlorë u shndruan në një takim mes traditës dhe brezave të rinj, por edhe në një mundësi për mërgjimtarët që të rikthejnë kujtesën dhe lidhjen me kulturën e origjinës. Një mbrëmje e bukur e mbushur me emocione, traditë dhe ngrohtësi, ku Çamëria u përcoll përmes këngës, artit, shijes dhe trashëgimisë së saj. Kështu aktiviteti Hajdet ja themi çamërisht me mërgjimtarët solli në Vlorë një atmosferë të veçantë, duke i dhënë hapësirë promovimit të vlerave kulturore dhe traditave çame. Hajde Çamëria, hopa, hajde Vlora e bukur. Dhe duke dëshmuar se trashëgimia kulturore mbetet një urë e rëndësishme që lidh brezat me identitetin dhe rrënjët e tyre.